Dhomat e specializuara në Hag kanë marrë vendim për vazhdimin e paraburgimit për Kadri Veselin dhe Jakub Krasniqin. Në vendimin e fundit të rishikimit të paraburgimit të datës 15 maj 2026, trupi gjykues i gjykatës speciale në çështjen Thaçi dhe të tjerët urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit. Trupi gjykues konstatoi se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqet që të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit ose të kryejnë vepra penale të tjera, thuhet në njoftim. 4 të akuzuarit në Hag gjenden në paraburgim që nga nëntori i 2022. Zyra e prokurorit të specializuar më 30 shtator 2022 ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, e cila përbëhet nga 10 pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Së fundi, trupi gjykues ka shtyr Rafatin për shpalljen e aktgjykimit në këtë rast deri më 20 korrik, duke lënë mundësinë e hapur për shtyrje edhe të mëtejshme.